هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ato e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet të përzemërta tonat I dërgojmë të dashmurit ton, vullës së pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët I ndjekin rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Fillimisht, të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për mirësitë e tij, begatit e tij, dhuntit e tij që na ka dhuru dhe që na ka nderu Allahu Gjelle Gjelaluhu, sikur që tha dhe në ajet në suratul Isra, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, na me të vërtetë kemi nderuar bita Ademit dhe I kemi furnizuar ata me shumë furnizime të mira që ja u mundsum atyre të udhtojnë në tokë dhe në det, pra I bartëm në tokë dhe në det, dhe I nderuam, I vlerësuam ato me shumë vlera të mëdha dhe I ngritëm me poste të larta mbi shumë krijesa. Pra I vlerësuam me vlerë të mëdha mbi shumë krijesa tjera, një ashtu që Allahu Gjelle Gjelaluhu na nderoi dhe na vlerësoi që na zgjedhi prej këtij ummeti të zgjedhur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na bëri ummeti më krenar dhe na zgjedhi Allahu Gjelle Gjelaluhu e na bëri musliman prej prindërve musliman dhe nuk na la Allahu Gjelle Gjelaluhu ende që të mendojmë apo të meditojmë se a të bëhemi musliman apo mos të bëhemi. Por Allahu Gjelle Gjelaluhu na bëri që të lindmi musliman prej prindërve musliman. Por kjo është ajo vlera më e madhe që Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka dhuru dhe prej begative dhe dhuntive më të mëdha të Allahu Gjelle Gjelaluhu është që na ka nderu me besimin që të besojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Për arsye se dhe një ashtu sot me lejen e Allahu Gjelle Gjelaluhu do të fillojmë që të shpjegojmë rreth një librës e cila ka të bëjnë në besimin islam, në akiden që është e obligueshme për secilin musliman që të dinë rreth saj dhe të pastron besimin e tij, për arsye se ajo baza dhe esenca e pranimeve të veprave të çdo besimtarit është që të pastron besimin e tij. Për shkak se nëse nuk e pastron besimin e tij, është pengesa e parë e cila I ndalon dhe I pengon apo ti asgjëson veprat dhe nuk të lën asnjë vepër që të dalsh pastaj para Allahut Gjelle Gjelaluhu
e mos të gjesh asnjë vepër nga veprat të cilat i ke vepru, për arsye se nuk e ke pas besimin e pastër, apo nuk e ke pastru besimin tënd. Por kjo është ajo vlera që Allahu xhalla xhelaluhu një ashtu na tregoi në Kur'an dhe tha: "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin." Allahu xhalla xhelaluhu tha: kush bën kufër pas besimit, pas imanit, tha ati ju kanë asgjësuar veprat, dhe një ashtu ai është në ditën e gjykimit prej të humburve. Por një ashtu Allahu xhalla xhelaluhu ju është drejtuar njerëzve më të mirë të dërguarve të tij, dhe një ashtu ati më të zgjedhtit dhe më të dashurit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe tha Allahu xhalla xhelaluhu duke ju drejtuar ati se nëse e prish dhe e njollos këtë besim, atëherë do t'jesh nga të humburit dhe të asgjësuarit nga vepra. Tha Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk." Allahu xhalla xhelaluhu tha na të kemi shpall ty dhe atyre të cilët ishin para teje, se nëse i boni shirk Allahu xhalla xhelaluhu, ty do të asgjësohen veprat. Pra ati i cili është më i dashuri dhe më i zgjedhti te Allahu xhalla xhelaluhu nga gjithë krijesat, Allahu xhalla xhelaluhu i drejtohet dhe i tregon për një çështje shumë të rëndësishme, se duhesh me e pastru besimin tënd dhe mos me e njollos ato me politeizëm. Për arsye se Allahu xhalla xhelaluhu ka kërkuar që të pastrohet besimi dhe të veçohet Allahu xhalla xhelaluhu me adhurim, për shkak se Allahu xhalla xhelaluhu e ka krijuar gjithë këtë gjësi, dhe kjo është ajo cili kryesor i gjithë krijesave të Allahut xhalla xhelaluhu, dhe kjo është veçantia që Allahu xhalla xhelaluhu ka lyp prej gjithë robërve, që ato me e besu me një besim të pastër, pa njollosur në to dhe pa përshkruar në to Allahu xhalla xhelaluhu shok. Por Allahu xhalla xhelaluhu vëllezër na ka treguar dhe na ka urdhëruar që na të drejtohemi dhe të publikojmë besimin e pastër të ehli sunnetit dhe të bim në prani me ehli sunnetin dhe xhamatin në besimin e pastër, në monoteizmin e pastër, pra i fillimi krijimit fillestar që na ka krijuar Allahu xhalla xhelaluhu në këtë din dhe në këtë fe të pastër, në këtë tauhid, na e kemi për detyrë që të i lajmërojmë dhe të publikojmë këtë besim, për arsye se është baza dhe esenca e këtij besimi, edhe për shkak të kësaj shpëtojnë njerëzit dhe dalin në ditën e ahiretit nga të lumturit. Pra, një ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në një hadith që transmeton Imam Ahmedi, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu Ibn Majah nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iftaraqat al-yahudu ala 71 au 72 firqa." Janë nda jehudit, apo janë përqa jehudit në 71 apo 2 grupe. Wa tafarraqat an-nasara ala 1 au 72 firqa. Dhe janë nda apo janë përqa krishterët në 72 apo 71 grupe. Dhe një ashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa tuftaraqu hadhihi al-umma ala 73 firqa." Dhe do të ndahet apo do të përçahet ky ummeti, pra ummeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në 73 grupe. Gjithë ato në zjarr e vetmja të cilët do të shpëtojnë një grup që kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cili është ai grup, ja Rasulullah,
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alayhi wa ashabi. Ajo në të cilën jam unë dhe shokët e mi. Pra, në zbatimin e Kur'anit, librit të Allahu xhalla xhelalu dhe sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila duhet të jetë në besimin e pastër, që të jetë në dakord me besimin e ahli sunnetit dhe xhamatit në zbatimin e librit të Allahut dhe të sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu pra do të vazhdojmë me derset e ardhshme në lidhje me shpjegimin e librit, e cila është 200 pyetjet dhe përgjigjet në akide. Pra do të flasmi me lejen e Allahut xhalla xhelalu rreth njohurisë së këtij libri dhe autorit të cilët e ka shkruar, nëse Allahu xhalla xhelaluhu na mundëson dhe ka caktuar për na caktim, do të takohemi me lejen e Allahut. Allahu ju nderoft për sabrin dhe dëgjimin. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Allahu Allah